fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se ardhët në pjesën e dytë të bashkëbisedimit me patriotin e heshtur Bacar Xhavet Ramabaja. Në pjesën e parë kemi folur për fillet e veprimtarisë së tij nga emigrimi në Gjermani deri në vitin 1990. Në pjesën e dytë do të flasim për periudhën e ndryshimeve të mëdha nga viti 1990, po ashtu do të dëgjojmë rrëfime dhe vlerësime të zotit Xhavet Ramabaja për disa figura tashmë historike. Le ta ndjekim në vazhdim zotin Xhavet Ramabaja, pjesa e dytë. I had no end for no girl and for no boy. Happiness that had no end. We have never hurt a man. Baca Xhavet, duke qenë, si me thonë, veteran I kësaj punës, ju sigurisht keni pas rastin edhe të komunikoni me njerëz eminent që kanë qenë edhe për kohën kur po flasim si Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka, Bardosh Gërvalla, Enver Hadri, Gani Azemi e shumë veprimtar tjerë. Çka mundesh në këtë aspekt më thonë edhe në rrafshin personal, domethënë, a I keni taku, a keni komuniku, cili është vlerësimi juaj për bashkëpunimin e juaj, po edhe për veprimin e tyre në përgjithësi për çështje kombëtare. Unë me Enver Hadrin nuk kam pas takime. Me Jusufin kam pas takime në për demonstrata, kryesisht për shkak largësisë gjeografike dhe me tjerë. Na para ardhjes të Jusuf Gërvallës kemi qenë ma dopt të organizuar. Jo aq furishëm dhe aq me një intensitet. Edhe kemi pastaj edhe disa mosmarrëveshje të ndryshme, individuale. E me ardhen e Jusufit u bo një farë bashkimi, nëse guxoj të them në thojnëzja, sepse kishte ata tillë të cilët nuk e donin bashkimin. Mirë po, na si, unë e quj vetën si veprimtar popullor, aktiv, praktik. Edhe neve kemi qenë të bashkuar në atë kohë, edhe pse janë paraqit plasaritjet ndryshme në mes individëve të ndryshëm në territorin gjerman, popullata si popullat, aty ku është thirrë Kosova Republik kanë qenë prezent gjithmonë. Nuk ka luajt rol përçarja ose propaganda disave që janë mundue edhe Jusuf Gërvallën me denigrue, këto sigurisht janë të njohura edhe për publikun. Ju vetë personalisht keni pas kontakte me Jusuf Gërvallën? Po, kam pas kontakte. Po ju pyes tash edhe në planin personal, edhe le të themi organizativ përgjithësi. Qysh kishit me përshkruju veprimtarinë edhe vetë nashta është pyetje pak e thellë, bindjet e Jusufit. A mund të themi që ky ka qenë I ushqyer me bindje majtiste, s'po I thon marksiste, leniniste në përgjithësi, apo ka qenë maj moderuar edhe për shkak të kohës, domethënë ka qenë koherent dhe ju ka përshtat për të arritur efektin, sepse ka zëra dhe ka njerëz që e cilësojnë me një orientim, le të themi tash, edhe propagandimor, edhe djathtist ka pak, por ky ka ditë shumë mirë mi menaxhu se realiteti ka qenë përgjithësi se ty marr parasysh komunikimet dhe me Shqipni. Qa mundesh me thonë këtë aspekt? Unë si që thash përpara me Jusufin, jam takuar në për demonstrata, dhe pastaj kemi pas kontaktim mes
poste, në mes shkresave. Këtë pyetje kemi ndigju shumë herë edhe në për media tjera, ka qenë majtist ose ka qenë djathist, disa thonë kryesisht majtist. Me thonë drejtën, në atë periudhë para viteve 90-ta, çdo lëvizje, çdo grupacion politik, çdo shoqat ose çdo sikur ne që ju bashkum të majtës gjermane, ne kemi që pas mendim të majtë. Mendim të majtë në ndërtimin e strukturave shtetërore, po në ndërtim kemi pas një farë ndërtimi politik, u dasht me ju bashku të majtës dhe u dasht me ju bashkue shtetit om. Jusufi nuk kam pa pyetje, gjithmonë nuk ushtru pyetja a është majtist apo nuk është te Jusufi. Ne kemi pa Jusufin si gazetar, si intelektual, i cili ka një përvoj intelektuale dhe i kemi besu organizimit ti. Njeri i urtë, largpams dhe i kuptueshëm për ne të gjithëve. Kështu që autoriteti ti ka bon një jehon bukur të madhe në organizimin masiv, kur flasën, në organizimin masiv të mërgatës shqiptare. Jusufi, edhe pse i ka prit musafir të shpinë e vetë, aty i kanë shkuar dhe armeq. Po Jusufi për ne ka qenë një figurë politike shumë e vlefshme, shumë dashamirëse për bashkëtarët edhe për të mirën tonë të përgjithshme. Megjithatë fati deshti dhe ai ke jetë shkurt, le të themi me veprat që i ka bëu dhe figurën që ne i referohemi sot, kush e ka vrasin mbas teje Jusuf Gërvalla? Është e dhimbshme edhe është trishtuese me thonë se intelektuali që arrin edhe mbrin autoritet të masat, si Jusufi që mbriti autoritet të mira bashkëdhetar diaspor, ju ka pengu karieristëve dhe njerëzve të smur që ndrojnë për diçka që për ne nuk ka qenë e kuptueshme. Kum pas edhe bisedime me familjen e Jusufit, unë kur nuk kom thonë filani ose festeku është vrasës. E dyta, Jusuf Gërvalla i ka bon një përshtypje të madhe regjimit Jugoslav për shkak të organizimit, si që thash përpara të organizimit masiv në Gjermani. Ata e kanë kuptuar mirë, regjimi Jugoslav e ka kuptuar me mirë dhe ka qenë dijuni se prezenca e tij në mjedisin e mërgasë shqiptare do të jetë një sukses i madh në skjarimin dhe në denigrimin e regjimit Jugoslav. Ata e kanë pas këtë frikë. Këtu janë dy rryma, i natëshort shqiptar që ju pengon ai që ka sukses, ai që arrin rezultate, e pengojnë, edhe dyta regjimi Jugoslav. Unë mendoj që ekzekutimi i Jusuf Gërvallës ka qenë i organizuar nga strukturat jugoslave. Do më thonë, ai është viktim e shtetit Jugoslav. Po kalojmë të periuda viteve 90-ta. Lind një tre germsh dhe një parti që për kohën u themelua nga intelektualt dhe pasarësit, nëse mund të themi të rilindjes kombëtare që kanë dominu letrar dhe shkrimtar, në kryet së cilës u vuni njëri i bresht, njëri me shall, por njëri me një ide që shumë shpejt depërtoi nga bujku deri në akademiku, dhe këtë quhet Ibrahim Rugova. Si e keni pranu ju formimin e këtij organizimi LDK, cili ka qenë refleksionin punën e juaj në klubin Kosova, dhe cili ka qenë shkurt shqip mendimi juaj dhe komunikimi juaj edhe me LDK-n tani në Gjermani, me kryetarin e saj që u zgjedh Hafiz Gagica me strukturat tek dhe në ndek gjithandej Gjermanisë. Themelimi i LDK-s në Gjermani ka ardhur për ne si një dhuratë shpirtërore për neve. Sepse ato vitet e 80-ta kishte represion, kishte shtypje, kishte përndjekje, edhe në Gjermani, dhe më thonë, kishte një drojtje të madhe, nuk jepte rezultate. Me themelimin e LDK-s, sikur na u hoqë një barë e rëndë nga shpina, sepse ishte parti zyrtare, ishte parti demokratike për të parën here, ku një
parti e shenim një parti sikur është e imja. Çdo qytetar e shet LDK-n si parti timën, sepse ishte e urtë, ishte e mirë, ishte e këshillueshme. Presidenti ishte këshilltar. Ishte ai ka pas ndikim shpirtëror te ne, te populli jon. Edhe për këtë arsye edhe pati mjaftëzakonisht u prit me një admirim të pashaq, sepse ne e patëm humb në mënyrën tjetër atë shpresën e fitores të shpejt. E me ardhjen e Lidhjes Demokratike filloi pastaj organizimet legale, krijimi i aktivave të ndryshëm nëpër Gjermani, edhe për ne ka qenë ngjarje e jashtëzakonshme. Unë për veti personalisht kam qenë shumë herë antar kryesisë DEX, Gjermani, disa herë antar kryesie i Republikës Nordrhein-Westfalen. Unë kam qenë personalisht aktiv në Lidhjen Demokratike. Derisa, nëse mund ta them, derisa fillun për fat të keq edhe ato thyrjet e Bujar Bukoshit me presidentin Rugova. Kemi qenë mjaft pikëllum kur i kemi marrë këto lajme. Ishte një ngjarje e pa imagjinueshme, gjithaj organizim popullor, kaq i madh, kaq i fortë, me pas këso element të tillë, siç ishte kjo e Bujar Bukoshit, kur e kemi marrë lajmin se po ja ndërpren mjetet financiare presidentit Rugova, për ne ka qenë tragjedi. Ka qenë shpirtnisht kemi qenë të maltretuar. Këto me plot sinqeritet mund ta them. Jo vetëm unë, po i kam vrejt bashkëdhëtar, se unë me veprimtar kam pas shef me ditë edhe gjendjen ideopolitike, psiqike, tyre çka mendojnë, si e ndjejnë veten në këto situatash. Kemi qenë mjaft të ofendum me veprimet e Bujar Bukoshit, ma vonë edhe Tisa Mustafas. Kështu që këto edhe fillon pastaj edhe plasarritjet. Me themelimin e LDK-s dhe eksponentëve, si që thamë, dhe më tonë, dhe mbajtjes kuvendeve ku zgjedh Hafiz Gagica kryetar, mandej ka pas bashkëpunëtorët e tij, siç kanë qenë në Marian Tunaj, Lutfi Haziri, Tunaj, Shaban Bobaj, Agim Kameraj, mandej edhe zyrën Stuttgart që e ka mbajt kjo në Kështrasi 54B, ka qenë Salit Qekaj, ka qenë Zymer Lulaj, kanë punu në zyrë dhe kanë qenë, domethënë, të palotshëm krejt këtë. Si e vlerëson përgjithësi aktivitetin tani nga pikpamja një veprimtari ku ka vepruar përmes një klubi, si e ke pa krejt aktivitetin e LDK-s? Veprimtaria e qendrës, siç kemi thonë, siç e kemi quajtur ne në Stuttgart, e kemi pasit suksesshme. Themelimin e degëve, nën degëve, aktivave nëpër krejt territorin gjerman, e kemi pasur një punë të vyshme të asaj kryesie. Në përtubimet tona të ndryshme, strukturave të ndryshme, të kryetarëve, të ndegët, aktive, kemi pas gjithmonë tubime informative ku janë trajtuar edhe mënyrat e organizimit, po edhe defektet nëse ka pas. Por kryesisht mundësia për përhapjen e aktiveve edhe për përhapjen për krijimin e degëve dhe të ndegëve ndryshme duke mbuluar krejt territorin gjerman. Në këtë aspekt është bën një punë shumë e suksesshme. Aso kohë, drejten me ju thonë, nuk kemi pa ndonjë element pengus që ka mund të ndikojnë në kryesinë e Lidhjes Demokratike në Gjermani. Sepse ishte partia e fortë, edhe përkrahja e masave ishte aq e madhe, sa që element destruktiv nuk kanë mujt me depërtrua si që ka pas, e thash pak përpara, të ashtu vetë quajturit LPK në Gjermani. Kështu që rezultatet, si që dim, kanë qenë mjaft mira në këtë aspekt. Dhe kryesisht veprimtaria kanë qenë në kolektim të legëve, si që thuhet, pareve për një fond 3% që ka financuar veprimtarinë, shëndetësinë, shkollimin në Kosovë, dhe ka qenë sensibilizimi i qashtës Kosovës nëpërmes tubimeve të mëdha. Cili ka qenë bashkëpunimi juaj me organizimin e tubimeve, siç kanë qenë të njoftuna me Düsseldorf, Bonn, Stuttgart e gjithandej në Gjermani? Neve kemi bën organizime gjithandej. Pjesëmarrja jonë në demonstrata e shoqatës të klubit Kosova ka qenë gjithmonë e rregull. Në për çdo qytet të Gjermanisë kemi qenë pjesëmarrës. Jo vetëm në Gjermani, por edhe në Suedi, në Zvicër, në Austri,
në Hollandë e tjera. Të më thonë, këtë aktivitet ka qenë mjaft i shtrirë në çdo aspekt. Jemi mundu që ta japim kontributin tonë maksimal për arritjen e asaj që ka e quajmë sot liri, me ato kushtet dhe dijen dhe mundësinë tonë që kemi poseduar. Si e vlerëson sot punën e klubit Kosova, a je i kënaqur, a jep mendimet tua rreth veprimtarisë dhe aktivitetet, dhe çfarë është fokusi kryesisht tani kur na e kemi në Kosovë çliruar në shtet Kosovës me të gjitha ato breshtitë që i ka? Veprimtaria pas çlirimit të Kosovës, kam dëshirë ta theksoj se kemi prit ma shumë ndihma dhe kontaktime nga përfaqësitë konzulare të shtetit tonë në Gjermani. Edhe si duket nuk pati ndonjë interesim të jashtëzakonshëm për themelimin e shoqata, për ndihmën që duhet t'ja jap një shtet si që bojnë krejt shtetet e botës. Unë mendoj se interesimi i qeverive të Kosovës, në gjitha qeverive, pavarësisht, është shumë i ulët. Ne jemi ma shumë, ne bazohemi ma shumë në vetë kontribut, edhe me iniciativa individuale të individëve të ndryshëm që të shërojnë me pas një vatur ku mund të takohemi, ku mund të bisedohet, ku mund të zhvillojmë aktivitete kulturore e tjera. Shkurt me thonë, tash klubi Kosova natyrisht nuk e ka mua të vrullin e ma parshëm, por me gjithate, kohë pas kohë organizohen mbrëmje kulturore, mbrëmje informative, takohemi aty edhe i qojmë hallet e gurbetit me njën e tjetër. Këto janë ato që ka sot zhvillohet. Përsa i përket ndihmave ndryshme që kishte qenë të jepen nga organet konsulare, është i mangut shumë. Kur morëm shembull shtete tjera, i ndihmojnë këto shoqata. Atëherë Jugoslavia, kush ka bashkëpunu me ta, kanë pas gjitha përkrajet. Mirë po ne, si që thamë ma parë, nuk pranum, nuk ishim për ato ndihma tyne që i dashëm edhe për atë arsye edhe në rregull, po shtetet tjera i ndihmojnë kulturën, ndihmojnë arsimimin në vendet e huaja, kur ne dim se ka qindra mijëra rini në Gjermani që kush nuk interesohet për shkollimin e tyne. E kjo është ajo problematika që ne si shtet, jo vetëm këtë aspekt, po kanë shumë aspekte, defekte, ku shteti nuk i kryen detyrat e veta, ato çka i duhet një shteti, çka duhet i bajnë. Kjo është ajo që neve na brengos, sepse të lesh rrugëve të perëndimit, qindra, dhjetra mijëra nxënës, pa shkollë shqipe është për të kritikuar. Pa Xhaxhavit, për krejt veprimtarinë që e keni bërë deri sot, dhe që ja keni kushtuar çështjes kombëtare, a ka diçka që kishit me ndryshue në ECA-kën e juaj? A ka diçka që mendoni se keni gabue? Dhe e fundit, në këtë aspekt, a ka diçka që ju ka me të pengë dhe sot e bani si bani? Jo, jemi të sigurt që për ato që i kemi bën vetëm me ndërgjegjësim, vetëm për përkushtimin ndaj atij vendi dhe atij populli. Nuk jemi pishmon asgjë për aktivitetet tona, siç e ceka më parë që ka neve na ka kushtuar mjaft shumë përçarjet ndërnjerëzore, përçarjet të fillu ato që ka i thamë pak përpara ndaj Jusuf Gërvallës deri te prishja e raporteve mes Bujar Kokoshit dhe Ibrahim Rugos. Kemi pas vrejtje edhe ndaj Recep Qosi, se na i dim krejt. Ne e dim çka mendon Recep Qosi, ne e dim çka mendon. E kemi ditë, ne kemi qenë shpirtërisht të afërt me presidentin Rugova. Jo që e kemi njohur personalisht, se s'kemi asgjë, po si udhëheq, si vizionar, si mendimtar politik, ai ka mendu si na, ka mendu si populli, ka mendu rujtjen e tij, mos shkatrimin e tij, mos eliminimin e tij nga regjimi Jugoslav. Këto janë ato që neve na kanë brengos. Xhaxhavit, do t'ju pyes për disa figura, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gjergji për popullin ton, për kombin ton, është ajo figurë që e ka
bind popullatën tonë, pasardhësit e tij që si jemi na, që atë dheu mbrohet edhe me shpatë. Kemi jashtëzakonisht simpati të madhe për Skënderbeun, kjo është natyrshme, edhe figura e tij ka lënë mbresa të shumë gjenerata gjatë gjeneratave të popullit tonë. Gonxhe Bojaxhiu e shenjta Nëna Tereza. Nëna Tereza për çdo shqiptar, për çdo qytetar shqiptar që flet shqip, e don kombin e vet, e din çka është humanizmi, e din çka është paraqitja e saj në arenën ndërkombëtare, se sa rëndësishme është për ne, ka vetëm fjalë të mira për te. Nuk ka tjetër të spjegim. Njeriu i sakrificës, njeriu që la jetën dhe dha jetën në kazamatet burgjeve jugoslave, në Saharove i Kosovës dhe i shqiptarëve, pasuria jonë kombëtare Adem Demaçi. Po, Bacan Adem, kur përmend në emrin e tij, kur citohet Adem Demaçi, ne na kujtohet koha e fillimit të rezistencës në Gjermani, po edhe brenda në Kosovë. Adem Demaçi atëherë nuk kemi pas fotografi të tij, por e kanë vizatuar bashkëdhëtarët portretin e tij, dhe me portretin e Adem Demaçit neve kemi organizuar demonstrata nëpër territorin gjerman. Kjo flet krejt se sa adhurues dhe sa simbol rezistence ka qenë Baci Adem. Njeriu me një çantë zezë dhe një pallto të zezë, me flokë të gjata, me një shallë në qafë, Ibrahim Rugova. Une për ju thonë drejt juve dhe shikusve se kur flasë për presidentit Rugova, ndej vetën të vogël. Nga simpatia që kemi për te, nga urtësia e tij, nga pikpamjet e tij, nga angazhimet e tij, kontributet e tij, në kontaktime me shtetet perëndimore, sidomos me personalitetet larta botnore, gjithmonë duke pas parasysh njerën e vogël, popullin të vogël, për mbrojtjen e tij nga zhdukja dhe nga eliminim fizik i regjimit jugosllav. Kjo ka qenë, sipas mendimit tim, pikpamja e tij kryesore, aq sa mund të logjikoj unë, që ta shpëtoi këtë popull nga zhdukja e tij nga bishat serbe jugoslave. Ai ne na ka dalë në mbrojtje me krejt qenjen e tij. Ai ka qenë buroja jonë morale, buroja jonë personale dhe buroja jonë në rrafshin diplomatik në çdo aspekt. Unë nuk mund ta përshkruaj aq bukur edhe aq mirë personalitetin, peshën dhe personalitetin e madh që ka pas presidenti jon Ibrahim Rugova. Qoftë lavdi për ta gjithmonë. Ndërgjegja e botës, mund të them, dhe Evropës, familja e Shajt Jasharin krye me komandantin Adem Jasharin. Për ullje për atë familje, e rrezikoj veten, e rrezikoj familjen, e rrezikoj qenjen e tij për lirinë tonë. Ai është simbol i rezistencës, simbol për gjeneratat e ardhshme. Kemi pas këso informatash ku nuk e ka pas për krahjen e nevojshme ato dite, kjo neve natyrisht që në ka shkaktuar pak a shumë edhe dhimbje shpirtërore. Ati lavdi qoftë është simboli i rezistencës shekullore të popullit tonë. Ai është fliju për ne. Paçaxhavit, personaliteti i fundit që duhet të pyes, është një njeri ende pa një biografi të konsolidume, është një njeri i ri, me një ide të re dhe një mënyrë qeverisjes tjetër, nga që kemi pa deri tash, dhe emrin e ka Albin Kurti. Albini gjatë periudhave derisa ishte në opozit, ka qenë atraktiv për Kosovën, ka qenë një njeri që diti me manovrimet e tij politike, diti me ardhë për shtet. Edhe në krahasim me qeveritë e kalume, me politikanët e kalume, neve na është duk që Albini është më i mirë, më i pa korruptum, më i përshtatshëm për të qenë kryeministër i Republikës së Kosovës. Edhe për atë arsye edhe u votua. Unë kam respekt ndaj Albinit, njeri i arsimum,
me përjashtim nga tjertë, për atë arsye neve e vlerësojmë Albin Kurtin. I dëshirojmë sukses nëse i shërben popullit Kosovës dhe mirëqenies tij. Pas sa gjavet, angon muzikë? Po, ngojmë muzikë. Dervish Shaqen? Po, Dervish Shaqa, gjenerata ime, mosha jonë, pa Dervish Shaqen, sikur nuk shkon. Po, Dervish Shaqa, po unë, mi thonë drejtën edhe preferoj mjaft muzikë të jugut, muzikë labe, muzikë, e kam në qef, kështu arktohem kur e ndigjoj, më ndihmon për qetësimin në aspektis psikik. Cili është vlerësimi yt për Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, Majlinda Kelmendi, Gjaka, Zhegrova e shumë të tjerë që kanë dalë në skenë si sportista dhe si artista? Tash liria na i solli edhe disa dalje jashtë atë dheut në mes mundësisë të vizave, mundësisë të udhëtimit, mundësisë të jetimit në shtetet ndryshme, edhe bile e thamë edhe më parë që në atë kohën tonë ne kemi vepruar në aspektin politik për mbrojtjen e drejtave të njerëzve. Sot gjeneratat e reja i kanë aktivitetet e reja. Janë më të shkolluar se gjenerata jonë atëre kur kemi ardhur në Gjermani, janë më inteligjent në aspektet ndryshme të jetës private, kështu që ata janë një pasuri e Kosovës, janë një për parasyve të botës, ata e bojnë një reprezentim të jashtëzakonshëm të mirë që e ndihmon Kosovën edhe Republikën tonë në arenën ndërkombëtare, si popull, si kulturë, si në aspektin muzikor, si në aspektin sportive tjera. Baca Xhaveta, ka diçka që kishë dashti me i shtu këtij bashkëbisedimi dhe me vu theksin në diçka që eventualisht don me u shpreh edhe pa të pyetur në fare? Po, për shembull, kisha diçka, një kërkesë cilën mund ta bëni vetëm ju, ose njerëzit si ju, për arsye se nëse askush nuk interesohet për diasporën, ne nuk kemi edhe çka të shpjegojmë pasardhësve tonë, në aspektin historik, nëse e shohim, është e rëndësishme më ditë kush ku çka vepruan. Në këtë aspekt, neve ju jemi edhe juve falenderues që keni ardhur në Gjermani dhe keni ndërmarrë këtë iniciativë për zbardhjen e aktiviteteve të ndryshme që kanë dhënë popullata jonë në këtë vend. Ju falenderojmë shumë nga ana jonë. Me qenë se bone këtë falenderim për mu dhe mu më duket një minimum që duhet bo, që kemi ardhur për atjet, me gjithatë iniciatorit, organizatorit edhe mikpritjeve që i hasa këtu me ekipin tim dhe me kamerat që i sollëm nga Kosova, falenderimi shkon edhe për një djalë që është një djalë i një bashkëveprimtarit tonë që ti e përmend dhe një veprimtarit shumë të madh patriotit, Rushdi Sufi, dhe djali i tij Bejtushi, i cili me një disiplinë, me një edukat dhe në kohë që prej momentit kur po e zhvillojmë kohë janë 2-3 muaj, 3-4 muaj, kur më ka paralajmëru dhe më ka thirrë dhe më tregu të drejtën, fillimisht kam qenë pak skeptik. Nuk dua tash ta personalizoj krejt këte, por mu këtu më keni sjellë ju në fakt. Se më ka sjellë as shteti, as qeveria, as shoqënia, mos thom as vetvetja. Unë ju falenderoj për krejt këtë mikpritje që ma keni bo, këtë ndjesi që t'i promovoj librat e mia dhe të realizojmë këtë bashkëbisedim tonin dhe nga këtu me këtë që e thatë ju më cytët, sepse unë zakonisht edhe këtë pyetje e bëj gjithë, që e shprehu një farë lloj proteste dhe mlefi ndaj strukturave të ndryshme si partijake, kryesisht për 89-99 ja atriboj LDK-s dhe për matutjet gjithë tjerëve rend që pak po punohet në çështje të mërgatës, në çështje të njoftimit. Ju keni mesa dhe stërmbesa dhe nipa keni. Nipat kanë lindë në kohën kur krejt këto kanë kaluar. Ata duhet t'i dinë këto. Këto nëse nuk shënohen, nuk shkruhen. Tani pa dasht me rrit këtë emision që e bom, se këto ka mujt me bo gjithkush deri sot, ky do t'jetë i përhershëm, se vendosën kanalin YouTube, fakte me Adnan Mrofcin dhe mbetet i përjetshëm.
Diaspora shqiptare, to është e veçantë në historitë njerëzimit. Pse? Fillimisht kanë qenë dy arsye pse njerëzit kanë dalë për Kosovës, ose e kanë shu Kosovën, po qatë moment që o do për Kosovës, qatë moment Kosova i ka hi ati në shpirt edhe ma fell, dhe ju ato e dini, dhe e keni dëshmë. Tani, në dy arsye ka qenë. Ka qenë arsyeja e bazës ekonomike, që është luftu për një jetë, themi, mos të më të mirë, po me gjallnue, dhe ju dini, një njeri ka punu këtu, i ka majtë 20-30 njerëz atje, shumica dhe familjet i kanë ljonë atje, dhe dyta o konë represionë. Nëse për represion ti i ke ikë sërbit, se ka pas asë edhe që o duhet me him burge, me la me burge, me jetë, me gjak, po ka pas edhe asë edhe o duhet me qenë që ka dalë për atë jetë, dhe prej këtuit ka luftuar. Dhe ne për tyne, si që thash, është tu edhe në mosh edhe si tradit që është Baca Gjavet, dhe të gjithë juve që e keni kry punën. Ju e një pjesa ma vitale e kombit. Unë jam në pozit që i kom pa prejt 90-ës dhe 99-ën krejt mërgjimtar që shpojetojnë se cilin vend. Ma boj ke rrugova, që ratë në kur shkojmë Gjermani, atë ka kalablak, ka shumë ndrysh kom puna. Shkojmë Zvicër, e kanë ndryshe. Me bo me shku, kur shkojmë në Belgjik, në Bruxelles, këta janë qalamitën e njoni me tjetërin e flasin e bojnë, po i grajnë seneve të mëdha, ka përfaqësues në Parlament Evropian. Aty ku më vrejt që kjo loj shmëri e bot kuptimit mërgatës, por që çdo herë i ka lidh në segment dhe Kosova, më ka mahnit. Edhe gjithë herë, bile kum pas edhe debate në Kosovë me njerëz, kur eventualisht dikush e ka pas një nguca keqe me dikon edhe ka thonë që sa i bekimi so burri mirë ata në Gjermani fornojnë, së është e vërtet, jëmë hinë fytas në ta, se i kom pa, i kom ndje për 10 vjetë, si ju e dini, aktivitetin rrugova ka pas, kryesisht në propagandin, qashtës dhe shumë kemi qenë jashtë këmës. Kërë që une me plët kompetencë personale, thëmë që Mërgata e kalu rolin, si që po e lunë edhe sot. Këtu është edhe në segment tjetër që lidhet edhe me Shqipëri. Në atë kohë Shqipëria u demokratizu, e dini, që ka qenë historia. Dhe më rëni me mendë si popull, na pushtum, Shqipëria e demokratizume dhe kemi koegzistuar dhe ka pas raporte, si që folëm, ju dilshin lëtë sa kokra e pasulit, shumë njerëzve kur është përshëndetshëm edhe të ishin Abra Adnan, lumit ti që po shkon atë Kosovë. Mërgata e Shqipnis e ka pas një tretman tjetër, ju e dini, edhe Kosovarët i kanë mirëprit se ka pas një histori pak ma të gjatë qëndrimit jashtë, por gjithër Mërgata, çdo gjë ka fillu për Mërgatës. Kështu që një falënderim edhe një përullje para juve, edhe si përfaqësues jeni, po dhe krejt aty në krejt botën, jeni në kolm krejt shqiptarisë dhe qashtës kombëtare. Zoti ju gëzot edhe ju rujt gjithë me familje të juve. Unë shkurtimisht dashta me ju përshëndet si juve personalisht për këtë dokumentacion ka të rëndësishëm, e të cilin nuk e shohim në për mjete informative edhe mediat e kosovare. Kjo është një kujtim, një dosje e mirë për të rikujtue ngjarjet dhe rezistencën e popullit të Kosovës në ato vite ka të vështira, edhe sidomos na rikujton presidentin Rugova dhe veprimtarinë e tij në marrëdhëniet ndërkombëtare, siç e pam edhe në materialet tuaja kësaj radhe. Neve kemi nga Gjermania, ju përshëndesim përzemërsisht, jeni dashamirës i këtij mjedisi, keni treguar interesim për informimin e opinionit më gjërësisht rreth realitetit se çka ka ndodhur në Gjermani, në të kalumën, vitet e kalura, edhe rreth organizimeve tonat që ne si bashkëdhetar i ndërmorëm, edhe si që kemi pas edhe bised, neve nuk kemi pas ndonjë arsimim të jashtëzakonshëm, por vullneti, dashuria ndaj atij vendi, edhe urrejtja ndaj asaj që kemi përjetuar ne, na ka shtyr në aspektin ideopolitik edhe moral për të kontribuar atij vendi. Edhe natyrisht këto kujtime do të binë ose do të ishin rënë harres
si kër mos ta kishim një me rovc, po thom haptas, drejt për drejt, me plot kuptimin e fjallës, sepse njerëzit si ju e ruajnë dhe trashëgojnë brez pas brezave këtë histori të popullit tonë edhe ngjarjet cilat kanë ndodhur në atë vend. Do më thonë pa intelektual, pa kontribus si ju, që i keni bon në baza vullnetare vetëm me iniciativën tuaj personale tregon për personalitetin tuaj dhe ne ju jemi pafundësisht falenderus. Ne e kuptojmë kur dikush vepron si individ, sakrifikon, merr kohë, humb kohë. Nuk është e lehtë që të këso veprash të realizohen pa një vullnet të jashtëzakonshëm siç e keni ju. Unë ju falenderoj përzemërsisht, edhe në emër të bashkëdhëtarëve këtu të gjithë. Falenderit shumë, zoti Trut. Shikues nderuar, edhe ju e ndatë këtë bashkëbisedim me një njeri që mund të mbuloj harresa dhe nuk ka të shkruar gjana, që i bie se tani po i drejtohem shtetit Kosovës, ma tepër kujdes dhe nuk duhet as të pyetët Serbia mo, as të mirët leje nga Kombet e Bashkuara, as nga Evropa, një kamerman me një gazetar dhe ta gjurmoj cepëm cep mërgatën tonë të mrekullueshme. Baca Xhavet, Zoti ta dhasht shnetën e në emën të Kosovës, e në emën timin personal, të familjes time, të falenderoj për krejt që ka ke bo për Kosovën edhe për popullin shqiptar që ne sot jemi këtu ku jemi. Zoti Trut, falenderit shumë. Falenderit nga ona ime edhe ju. Falenderit shumë, Zoti Trut. Shumë falenderit. Shikues të nderuar, Baca Xhavet Ramabaja është shembull tipik i një shqiptari me vlera kulminante dhe njeri me kontribute të pamohueshme për të drejtat tona natyrale. Njerëz të tillë nga mërgata duhet të njihen, identifikohen dhe të afrohen publikut. Ata nuk flasin, ata nuk imponohen, ata nuk kanë kërkesa. Ata nuk shtyhen me bryla. Ata qëndrojnë të heshtur dhe të pa tunduar dhe rrëmbyer nga intereset personale. Nuk them se me këtë emision kemi bërë mrekulli, por them se emisionet e tilla duhet të cytin kryesisht institucionet tona që të mirën me këta njerëz, me punën e tyre, me hallet e tyre, me mallin e tyre për Kosovën, për të cilën ata kanë vendin e merituar. Le të jetë ky emision një thirrje për institucionet e Kosovës që të kthehet vëmendja nga kjo pjesë e popullatës sonë, e cila ka gatishmërinë, mundësinë dhe dëshirën për të bërë ende për Kosovën. Ja, për shembull, një ide e cila më shfaq tani. Le të themelohet një kanal i posaçëm televiziv për mërgatën në kuadër të transmetuesit publik, me një skem programore ku do të përfshihej veprimtaria, kontributi, nevojat dhe informimi i mërgatës sonë, gjithandej në botë. Ky kishte me qenë një rast i mirë ku do të mbahej afër dhe ngroht kjo pjesë shumë e rëndësishme e popullatës sonë. Ju gjeneratat e reja, mbani në mend këtë emër, Xhavet Ramabaja. Hulumtoni, lexoni dhe informoni për këta njerëz, të cilët nuk kursyen asgjë nga vetja për të mirën e Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Nderim veprës së patriotit të heshtur Baca Xhavet Ramabaja. Pa shnet e na rrnofsh gjatë, veç me gëzime, njeri i mirë Xhavet Ramabaja. Krejt në fund, ju njoftoj se librat të premtet, me konferencat për shtyp të Djetarit Rugova, me autor të emisionit Fakte, mund të gjeni në librarin Dugaxhini. Për informata rreth furnizimit, thirrni ose shkruani në Viber ose WhatsApp në numrin e shënuar. Krejt në fund,
pini ujë rrugove, hani vipa chips dhe udhëtoni me fibulla. Falënderim për kompaninë Medika, e cila çdo herë është përkrah emisionit Fakte. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika.